Ashtu sikurse paralajmëroi pamfleti një ditë më parë nga qelia ku ndodhet, presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, duhet të riplotësojë edhe një herë formularin e dekriminalizimit për kandidimin për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kthyer formularin. Theksohet se Meta nuk ka deklaruar një ndalim në vitin 1992, si edhe procesin në gjykatën e lartë për audiopërgjimin e ish-ministrit të ndjer Dritan Prifti. Kjo po ndodh në një kohë kur Ilir Meta po bën fushatën e tij elektorale nga burgu, pasi gjendet i arrestuar për hetime lidhur me vepra korruptive e pastrim barash. Më datë 29 mars, Ilir Meta ka shpërndar nga burgu një audiomesazh për strukturat e forcës politike që drejton, duke dhënë edhe porosit për zgjedhjet e 11 majit dhe periudhën e fushatës zgjedhore. Meta u ka bërë thirrje strukturave dhe opozitës që të punojnë fort në mënyrë që 11 majit të jetë dita e fitores. Ai e ka etiketuar këtë si një mënyrë për të kujtuar të gjithëve se sa e rëndësishme është mos humbasin asnjë sekond për të folur me qytetarët. Sipas informacioneve të pamfletit, Ilir Meta e ka kërkuar vetë riplotësimin e formularit të dekriminalizimit i trembur se mos e përjashtonin nga kandidimi dhe e procedonin përsëri penalisht për fshehje të dhënash, mashtrime, falsifikim dokumentash zyrtare. Në krahasim me formularet e dekriminalizimit, kur ishte kryetar kuvendi dhe president republike, ai kishte korrigjuar dhe kishte deklaruar të saktë vetëm mbiemrin nga Meta në Metaj.